Mirëmëngjes në episodin e dytë të sezonit 6 podcastit Flasim dhe fillojmë me shënimet e javës. Në shënimet e këtyre ditëve, në krye qëndrojnë mbledhja maraton e qeverisë, një traditë e fillim vitit dhe një mbledhje maraton e grupit parlamentar. Të dyja këto takime kanë synuar vendosjen e piketave të vitit politik 2026. Dhe në ndërkohë që përsa i takon mbledhjes qeverisë, puna ka qenë një punë e fokusuar tek vazhdimësia, tek programi dhe kalendari i zbatimit tij sipas sektorëve. Në takimin e grupit parlamentar jemi fokusuar tek domosdoshmëria për të rritur kapacitetin në funksion të negociatave, që do të thotë më shumë koordinim, më shumë ndërveprim, më shumë organizim dhe mbi të gjitha më shumë përqendrim tek ky objektiv historik dhe strategjik për Shqipërinë. Është e qartë dhe duhet të jetë qartë për të gjithë shumicën e qeverisë se për cilin do që është në pararojën e Partisë Socialiste duke qenë në nivelin më të lartë të përfaqësimit, se ky proces është një proces që do të vi duke u vështirësuar jo më vit pas viti, po muaj pas muaj, pasi kemi të bëjmë me një volum legislativ që kur më parë nuk ka kaluar filtrin vendimarrës të Republikës së Shqipërisë, nga konsultimi publik tek qeveria dhe pastaj tek parlamenti. Por unë jam besim plot dhe jam i bindur që grupin parlamentar do të jetë në lartësinë e kësaj sfide, ndërkohë që kemi folur edhe për aspekte të tjera, duke dëgjuar raportimet e të gjithë komisioneve dhe njëkohësisht duke u përqendruar tek disa pika kyçe. Këto pika kyçe kanë të bëjnë me domosdoshmërinë për të rritur kapacitetin edhe në funksion të informimit publikut, për të rritur komunikimin me në radhë parë antarësinë dhe mbështetësit e Partisë Socialiste dhe për të rritur intensitetin e petejës me frontin e gjerë të dizinformimit që shtrihet në të gjitha 700 tenxheret politike e mediatike, të cilat bubullojnë e gërgërojnë për ditë e natë, por do ta kenë të pamundur të na ndalin në këtë rrugë pa kthim drejt Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Java ka pasur një tjetër moment të rëndësishëm që është shënuar gjatë vizitës sonë në Emiratet e Bashkuara, ku isha i ftuar të merrja pjesë në samitin tradicional tani më të javës së zhvillimit qëndrueshëm, ku ishin organizuar edhe një sër panelesh, një ndër të cilët ishte paneli ku së bashku me kryeministrin e Malit Zi, ne ju përgjigjëm një sër pyetjesh që shprehin interesimin pikërisht të përpjekjeve që po bëjmë në sensin e zhvillimit të qëndrueshëm, të rritjes së kapaciteteve energjetike dhe patjetër edhe në sensin e shfrytëzimit
maksimal të teknologjisë si një instrument shumë i rëndësishëm në funksion edhe të procesit të antarësimit. Kam qenë shumë krenar kur kam folur për bashkëpunimin trilateral mes Emiratëve Bashkuara, Shqipërisë dhe Italisë, ku Shqipëria ka një rol kyç si vendi ku do të krijohet një kapacitet gjenerimi i energjisë gjelbër që përmes kabllit në New York që do të lidh Shqipërinë me Italinë do të transmetohet në Itali dhe në vende të tjera duke i dhënë Shqipërisë një avantazh të rëndësishëm strategjik. Por më rëndësishmja, kam përcjell edhe një mesazh për cilin unë personalisht, por e gjithë shumica e qeverisë, se ka krenarin të jetë bardhëse Shqipëria sovrane në energji. Pasi sipas programit dhe sipas të gjithë hapave që po i hedhim mbi planin e detajuar për këtë program, Shqipëria do të ketë sovranitet energjetik brenda këtij mandati të qeverisë sonë, mandatit të 83 mandata. Një tjetër moment që më ka prekur personalisht dhe më ka lënë pa fjalë për hir të vërtetës, gjë që nuk më ndodh shpesh, siç edhe mund ta merrni më mend se tek fjalët nuk betem ndonjëherë mangut përgjithsisht, po këtë herë ka mbetur mangut. Ishte momenti kur një mik i madh i Shqipërisë, një mik i vjetër i shqiptarëve dhe një personalitet i madh i politikës botërore që jam i nderuar të më quaj mik, më ka bërë një surprizë në Pallatin Presidencial duke më akorduar medaljen më të lartë të Emiratëve Bashkuara, e cila mban emrin e themeluesit të Emirateve, Sheikhu Zayed. Dhe e kam fjalën këtu për presidentin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, i cili më ka bërë një vlerësim që realisht për nga mënyra, vendi dhe mbi të gjitha për nga pesha që ka, është absolutisht i paharrueshëm. Nuk e di sa unë e meritoj, por di që të qenit në radhë me ata që e kanë marrë më parë këtë vlerësim më bën shumë krenar për Shqipërinë, si kryeministër shqiptar, dhe njëkohësisht më ngarkon edhe me më shumë si thua përgjegjësi, nëse mund të ketë akoma, në raport me çuarjen përpara të këtij misioni që më kanë besuar shqiptarët, që është Shqipëria me Bashkimin Evropian dhe një Shqipëri krenare, dinjitoze, krye lart kudo në botë. Kjo javë ka qenë e rëndësishme edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, pasi kemi hedhur një tjetër hap të rëndësishëm në drejtim të sovranitetit energjetik, duke fuqizuar kështu themelet e ekonomisë dhe duke ju afruar atij momenti kur Shqipëria nuk do të ketë më nevojë të paguajë nga taksat e shqiptarëve për të importuar energji nga jashtë. E kam fjalën për hapin e hedhur për fazën e dytë të projektit madhor të parkut me energji të rinovueshme me erë në Tropoj. 600 megawatt, një hap dhe një fazë e re që shënon finalizimin e një përpjekje të përbashkët rreth 2 vjeçare me kompaninë amerikane, lider në energjinë e rinovueshme në Europë, CWP, dhe në këtë mënyrë fal një procesi parapërgatitor që është faktikisht më i shkurtër se vetë procesi i ndërtimit, kam bindjen se në një kohë
12 muaj punë pa llogaritur periudhat kur dimri është realisht në fazën që e bën të pamundur punën normale në terren, ne do të kemi parkun me energji të erës që do të hyjë në rrjetin e prodhimit ton kombëtar dhe do të bëjë që në këtë mënyrë Shqipëria të thellojë diversifikimin e portofolit vet energjetik. Gjatë javës kemi marrë pjesë bashkë me Ministrin e Arsimit të ftuar në konferencën e rektorëve. Një takim i rëndësishëm për vazhdimin e përpjekjes përbashkët mes qeverisë dhe universitetit, botës akademike, në funksion të rritjes së cilësisë së arsimit ton të lartë, në funksion të ndërkombëtarizimit të arsimit ton të lartë dhe në funksion të racionalizimit të burimeve dhe të potencialeve në arsimin ton të lartë. Kemi zhvilluar një diskutim të hapur. Unë kam paraqitur ato që janë sipas nesh sfidat dhe për cilat duhet të vendosen piketat e reja, duke filluar nga një rishikim i ligjit të arsimit të lartë, për cilin ka ardhur koha, pasi tani më është krijuar një eksperiencë, ligji na mundsoi një përmbysje të madhe, por sot është e qartë që mbi bazën e eksperiencës dhe natyrisht të sfidave të reja, ligji duhet të rishikohet. Dhe këtë gjë do ta bëjmë së bashku, pa diskutim, me universitetet. Nga ligji pra, deri tek rritja e përpjekjeve për të shtuar zinxhirin që tani më ka filluar të shtrihet në territor të ndërkombëtarizimit përmes partneriteteve të ngushta me universitete të njohura në Europë dhe në botë dhe përmes programeve të përbashkëta. Po ashtu një aspekt tjetër është edhe qasja ndaj financimit, gjëra për të cilat do të flasim më hollësisht në takimin që ne mbajmë rregullisht si një këshill i përbashkët, po themi, jo formal, por shumë efikas mes qeverisë edhe përfaqësuesve të universiteteve, ku këtë radhë do të jenë ftuar të gjithë përfaqësuesit pa dallim universiteteve publike dhe atyre private, ose më saktë universiteteve publike me financim shtetëror dhe universiteteve publike me financim privat. Dhe në fund, për krip, jo për ëmbëlsirë, dua të them dy fjalë për ata që u hodhën përpjet, ose më saktë për ata që jetojnë të hedhur përpjet, dhe që në përpjetësinë e tyre i shtuan hedhjeve edhe një hedhje të radhës dhe të njëjtës natyrë, dizinformim, çoroditje e opinionit publik, helmim i të gjithë atyre që kanë akoma fuqinë që t'i dëgjojnë, duke thënë që Amerika i ndaloi vizat për Shqipërinë. Kjo është e pavërtetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndaluar vizat për Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata aktuale, nën orientimin e qartë prej kohësh të presidentit Trump për politikën e re lidhur me imigracionin, ka vendosur që për 75 vende të botës, ndër të cilat edhe disa vende të Ballkanit, ku përfshihet edhe Kosova, të bëjnë një pezullim të përkohshëm për sa i përket lejeve të punës në Shtetet e Bashkuara. Jo vizave për në Amerikë, po lejeve të qëndrimit në Amerikë për punë. Pasi, për këtë kategori vëndesh, kanë vënë re
fenomenin e marrjes vizës për turizëm, marrjes vizës për biznes dhe pastaj të mos respektimit të afateve, por të qëndrimit atje për të filluar një punë. Dhe kjo është diçka që shkon në linjën krejt normale të politikës së re të presidentit Trump dhe që nuk ka pikën e lidhjes me të gjitha ato që u thanë nga ata që hidhen përpjet. Dhe që përsëri kur të bie në tokë do të shohin se terreni mbi cilin qëndrojnë është gjithmonë më i rrëshqitshëm. Pra do të humbin thellë e më thellë e do hidhen përpjet lart e më lart. Në episodin e dytë të sezonit 6 podcastit Flasim, kam të ftuar baban e atij djalit për të cilin shikueshmëria ka qenë shumë e lartë, interesimi ka qenë shumë i lartë dhe i cili rezultoi dhe fitues i garës apo spektaklit Gar Albania's Got Talent. Dhe ju siguroj që s'keni parë gjë akoma. Në ndërkohë që bashkë me të kam edhe një tjetër djalë që merret me diçka krejt tjetër, që janë artet marciale. Pra, mirë se erdhët, Dashnor Bushi. Mirë se jeni dhe faleminderit. Dashnor Bushi, babai i djalit të jashtëzakonshëm ventrilokuistit që ka mahnitur Amerikën edhe që mahniti dhe audiencën këtu në Shqipëri, dhe Dorian Potka, i cili i ka çuar një mesazh podcastit në adresën flasim@kryeministria.al duke shprehur dëshirën që të bashkëbisedoj këtu edhe të ndaj me ne eksperiencën e tij të qendrës sportive të arteve marciale, Akademia e Arteve Marciale në Korçë. Kur mendon Korçën, nuk mendon realisht se aty mund të ketë arte marciale, mendon se ka arte tjera nga mandolina, tek serenata, tek pikturat e peizazhit, natyrat e qeta, por edhe matematika ka qenë shumë e fortë në Korçë, teatri, opereta, po arte marciale. Kjo është surprizë. Po kthehem tek babai i djalit. Ju premtova që s'keni parë gjë akoma. Unë në fakt kur bëm episodin e kaluar pash diçka, po akoma se kuptoj domethënë se si ka ndodhur. Ktu kam dhe Dorianin dëshmitar. Doriani nuk di gjë, ti s'di gjë që ke përballë. Okej. Kështu që mbaj veten përgatitur se mos bëhesh i ti bish vetes për të pa që ai je në ëndër apo është realitet. Spari urime për Nikolasin. Shumë faleminderit. Urime. Dhe së dyti do na çuditësh pak tani? Si e ke planin? Nëse ke një pago letra, do e bëj një numër. Unë pago letra, ku ti gjej letra? Okej, po përdor të mjeta atëherë. Unë kam ato, me këto bën dot gjë. Edhe me ato do Jo, me këto bën dot gjë me këto? Edhe me ato bëhet, po tani shikojmë me këto. Me që janë letra që përdoren, unë fakt e kam pas pasion që i vogël letrat, por ishim në një sistem edhe lindur një vend që ishte vështirë të gjej një pago letra dhe do t'rregoj, është hera e parë që po e tregoj në kamerë. Pago e letrave të parë unë e përdor edhe në për show në Amerikë që post komunizmi në Shqipëri nuk kishe mundësi të kishe një pago letra, edhe kështu që i kërkova Zotit një pago letra, po të gjithë e dim që Zoti nuk funksionon ashtu, kështu që unë e vodha një pago dhe kërkova për falje.
Po, pago i parë që kam marrë ka qenë një ish portier i Kavajës që vinte te gjyshi dhe kishte te kuleta, kam qenë 7-8 vjeç. Te kuleta e bicikletës mbrapa dhe kishte një pago letra, ajo ka qenë pago e parë letrave. Dhe është pasioni im sepse kërkon aftësi, kërkon shumë punë, sidomos kur e merr letrën dhe e hedh, ajo kthehet mbrapsht, kjo është diçka që unë kam harxuar shumë kohë. Tani unë dua që të marrësh një letër dhe ta tregosh publikut. Tregoj në kamera, unë mos e shikoj. Okej. Më thuaj nëse të pëlqen letra apo jo. Më thuaj stop ku duash. Më pëlqen? Okej, është. Në rregull. Po, Më thuaj stop. stop. Vendose letrën këtu. Tani do e marrim, do e vendosim mes letrave dhe do e përsëritim. Rëndësi ka që letra e parë mos jetë jotja. Do shikojmë letrën e parë, është kjo po apo jo? Jo. Jo. Po ta marrim pesën dhe ta vendosim këtu vetë dorën sipër. Unë do i përzi letra e do gjej me një dorë. Tani, a beson që unë ta ndroj dot letrën po apo jo? Që ke në dorë? Të që kam dorë, Po. jo, s'pa ndronë dorë. Çka kishe pesën? Po. Unë dua që ti vetëm ta imagjinosh pak, dua që ta ndjej në mendjen tënde çfarë letre kishe. Vetëm mendoje, mos e Po ma e di. Ishte 8 apo jo? Po. Lutem hape letrën. Teta spati. Si shpjegohet kjo? Tani, ndoshta njerëzit mendojnë se kemi, shiko, do e marrim letrën, do e vendosim pak a shumë mes letrave dhe ajo vjen sipër. Do e marrim me kujdes, do e vendosim prapë mes, e prapë vjen sipër. Do e shtysh vetë letrën mes. Në paktën do të ishte shtyje letrën. Do të mendon se kemi më shumë se një, kështu që nëse e firmos letrën, kjo do jetë vetëm një letër që ekziston në firmën tënde apo jo? Jo, da firmos patjetër. Edhe pastaj në eBay pas nesër. Boj nga piktura, kështu që. Në eBay pas nesër. Po, Është vetëm një letër që kemi me firmën ja, tënde. po. Fix. Perfekt. Tani do e marrim letrën edhe do e vendosim pak a shumë në mes. Më thuaj stop ku duash. Stop. Shtyje vetë letrën. Po ti përzi letrat me dy duar. Siç e përzin gjithë përstigjatorat, aty tani duket se kur është hilja. Unë do i përzi me një dorë, po këtu në xhep kam portofolin. Dhe dua që ta mbash pak. Do e gjej letrën me një dorë, siç e gjeta që parë. Do e vendosim këtu. Me shumë kujdes edhe një herë, kështu. Edhe do e mbajmë. Tani letra është duket. Unë të lutem hape pak portofolin. Ka një zinxhir aty, hape pak zinxhirin. No. Edhe është teta spafi me firmën tënde apo jo? What the fuck? Brenda brenda në zinxhir. Ua. Si shpjegohet? Po na ndjek apo? Po, patjetër. Po çfarë mendon? Ka hile. Ka hile. Ora ile. Po mos kishte hile do ishte shumë problem. Kjo është për ju. Nëse më lejon të bëja diçka tjetër, do doja që ti të mendoj emrin e një personi që nuk është këtu sot. Edhe do e shkruash emrin e këtij personi dhe do e heqësh letrën. Shkruaj emrin e këtij personi në letër dhe hiqe letrën, unë mos e shikoj, do kthej kokën nga krau tjetër. Hiqe letrën edhe mbylle. Në rregull. Tani dua që të mendosh pak këtë person. Ky person nuk ka lidhje gjaku me ju apo jo, Jo. por ka me mua. Nuk e di. Unë thash shkruash me një person që nuk është prezent, ai nuk është këtu prezent realisht sepse ishte në podcastin para kësaj apo jo. Po si ka mundësi kjo? Dhe ti mendove emrin e djalit tim Nikolas. Si ka mundësi kjo? Hajde bëjmë një tjetër, bëjmë një tjetër. Do bëjmë një tjetër. Okej. Do bëjmë një tjetër. Këtë herë do bëjmë kështu. Unë dua që ti të mendosh një letër këtë herë. Një letër çfarë duash, Jo, do do ta bëjmë mendoj. një tjetër. Do ta bëjmë një tjetër dhe do ta bëj Doriani. Okej. Dorian. Emri. Mendoj ti një emër se ndoshta nga që kemi bërë muhabet ky më kap mua.
Ato se një fare? Dorian. Po, Okej, Dorian, mendoje ti emrin e një personi dhe shkruaj këtu. po, urdhë. Dorian, është herë e parë që ne njihemi bashkë apo jo? Po. Nuk kemi takuar ndonjëherë bashkë. Ja. Ti ke shkruajtur emrin e një personi, e ke hequr. Thuaj para kamerave që ne nuk njihemi bashkë, është herë e parë që takohemi. Jo, nuk një. Edhe zoti kryeministër mund të thotë që nuk kishte shanse që unë ta dija sepse nuk ishim rënë. Jo, s'bëhet fjalë fare. Tani, unë nuk e di, vetëm mendoje pak emrin e këtij personi. Është një person që të ke lidhje familjare, jo? Ja. Jo. Do duke shumë e thjeshtë sepse mendo vetëm gërmën e parë, vetëm thuaj pak, është një gërm që ka një vizë vertikale dhe 3 viza horizontale, po apo jo? Po. Ky person ndodhet këtu me ne apo jo? Është në krah Po. majt timin apo jo? Po. Dhe është zoti kryeministër ti shkruajtë emrin e tij, po apo jo? E vërtet. Tregoje. Që është kjo? Tani unë kam edhe një surprizë tjetër që këtu kam një pago letra. Po atë shumë fishimin e kësaj, si e bën ti? Se ma bërë atë, e bën do të Shumë fishimin e letrës. Po. Që e vendos edhe del prapë sipër, si shumë. Jo mërë që unë firmosa një dhe ti më zishë firmën ti dhe gjithë Po, kur e merr edhe vendos mes letrave. Po ku ti unë se si e bërë? Po, letra, po pra, letra që e merr dhe vendos mes letrave dhe ajo vjen sipër. Është po, do të thonë, shiko, do e shtym prapë mes edhe ajo prapë vjen sipër. Në qoftë se marrim e vendosim mes, kështu ajo prapë vjen sipër. Edhe në qoftë se ne e përthym letrën, okay, ajo tani duket që ka një përthyrje apo jo. Po. Edhe mjafton një snap edhe ajo prapë Vjen sipër. vjen sipër. Tani gjithë njerëzit mendojnë sepse edhe një herë kur e morim e vendosim mes, kur i ke letrën në dorë, mendojnë se aty është manipulimi, po letra është këtu dhe ne do e marrim, do e vendosim në xhep tërë, okay? Dua që të hapësh dorën, lutem. Do vendosim letrat këtu edhe do vesh dorën tjetër sipër. Mbyll letrat. Kjo është merr kjo. Tani do e marr letrën nga xhepi në mënyrë të padukshme, afroj dorën, edhe do vi letra prap këtu. Apo pak dorë sa të marr një letër edhe është prap teta spati. Tani nga ajo që ne e bëjmë një këtë numër ti po i shtrëngon më shumë. Unë kur kam qenë me Adriano Galjanin, e di që ti je tifoz Juves, por ka ndodhur që kam bërë këtë numër Adriano Galjani dhe më ka premtuar një bilet që shkova pas derbin në San Siro. I thash di, duk dot letrat nga dora jo. Ti prap tani është herë e dytë që po e provon dhe këtë herë po i shtrëngon shumë dhe nuk ka shanse që të zhduken apo jo. Unë nuk e di çfarë po shtrëngon se letrat kanë ikë. O zot. Në qoftë se më lejon edhe një, edhe pastaj se s'dua t'i marr kohën edhe Jo më ftuari tjetër. Është bizetim më shkurt. Unë këtu kam një pago letra që kam bërë një parashikim. Dua që ti ta mendosh një letër të herë, sepse kur ti e merr letrën e vendos mes letrave, unë kam aftësinë që ta gjej letrën, po në qoftë se ti e mendon një letër, bëhet pak e pamundur. E mendove një letër. Po. Okej, në këtë pago letra janë 4 asa me fytyrë sipër. A mendove një as po apo jo? Jo. Okej, cila është letra që ti mendove? Dysh. Okej, shiko. Do t'rregoj letrat. Edhe unë siç thash kemi asin, kup. Ti thesh që është një dysh apo jo? Po. Kemi asin, spathi, dysh me çan. Dysh i kuq. Dyshi me zemër apo karo? Karo. Dyshi karo. Okej. Kemi asin spathi, asin karo. Edhe asin maç apo jo? Po. 2 asat e kuqe dhe 2 asat e zi. Unë thash që i parashikova, do me thonë i lash me fytyrë sipër. 4 letra. Letra është dyshi. Dyshi ka rrothe. Ja, me letra do janë gjithë me fytyrë sipër. Ato ishte shkruajtur gjithsesi letra është dyshi apo jo? Po. Gjithë letrat do jenë me fytyrë sipër përveç një letër, çfarë ishte letra jote? Dysh i karo pra. Okej, siç i shikon, të gjitha letrat janë me fytyrë sipër, vetëm një letër është me fytyrë poshtë. Merë letra. Edhe është dyshi karo.
Po ma bërë dhe ditë, po. E zoti ma. Të bëjmë qik, të kthehemi qik në realitet bashkë, se rruje dhe në një për në fundë. Po, e kam rrujtë një. Po, Dorian, na trego pak si erdhi rruga deri tek Akademia e Arteve Marciale. Si fillim me emigrimin tim në Greqi, Sa vjeç ishe ku shkove? 15 e gjys. I Kamalit. Ti banoje në Korçë apo në Rethina? Historia ime është e gjatë, kam banuar në shumë shatra. Kam lindur në Lavdar të Korçës. Kam kaluar një pjesë të jetës në Glin të Leskovikut. Nuk e di, a e dini? Ku është gjetur ai liçeni më i madh në botë, në Euron. Aty, afër kisha liçenin. Nga aty pastaj klasën e parë kam filluar në Bulgarec të Korçës. Nga aty kam ikur përsëri në Glin të Leskovikut. Nga Glin e Leskovikut në Dvoran, nga Dvorani i Korçës, domethënë, aty ku bëhen shumë modë. Dhe në Janin pastaj. Aty kalova një pjesë të madhe të jetës time, aty u njohita me artet marciale, duke qenë se i kisha pasion, duke parë filma, stërvitesha vetë në mënyrën time, si më thuash. Dhe më pas aty e pasion dhe për kushtim, u diplomova me brezin e zi, një dan quhen. Dhe pas kthimit në dhjetor të 2012-s në Korçë, pasi kishim blerë shtëpi aty në Korçë. Në nëntor të 2013-s më pas, duke kërkuar vende për t'i marrë me qira për të hapur Akademinë e Arteve Marciale, e kisha krijuar në mendjen time, domethënë dhe emrin dhe se me çfarë do merresha unë, por dhe më pas në nëntor të 2013-s e themelova Akademinë e Arteve Marciale. Dhe sot po bëjmë sa i bie 13 vjet mos gaboj. Akademi, kemi pasur ato sukseset tona, po tani e kemi arritur, mund të themi, atë suksesin final. Duke qenë se akademia ka ambientin e saj. Domethënë, unë, por që flas në emrin e akademisë. Po, si funksionon akademia? Në kuptimin vitën sportiv, domethënë. Domethënë, si është organizuar, si e ka programin? Qartë. Ne bëjmë regjistrime aty nga mosha 4 vjeç, e lartë, domethënë. Mbiles sportisti me moshën më të madhe është 58 vjeç, i cili zotëron brezin e verdh në taekwondo, në sportin marcial taekwondo. Dhe kemi grup mosha nga më të ndryshme. Sa keni të regjistruar gjithsej? 70-80 janë ajo baza, mund të themi. Kalon numri dhe 100, por ata janë bëjnë, shikojnë, përshtaten, nuk përshtaten, me orare, me ditë. Dhe është gjithë ditës funksionon me grupe, no? Ne me grupe, por gjithmonë mbas dite, nga ora 3 dhe edhe përzihen moshat aty bashkë? Jo. Kjo më ka dhënë, mendoj, atë popularitetin, po them, sepse i ndaj gjithmonë me mosha, me grup mosha. Dhe çdo grup mosh ka atë orarin e vet, ditën e vet. Po mirë, këta që vinë atje, vinë për të bërë sportistë që kompeticionesh apo vinë dhe për shef? Atëherë, ka prindër që vinë me atë ëndrrën e tyre, po që nuk e realizuan dot vetë, duan ta realizojnë tek fëmijët e tyre dhe që i njohin artet luftarake, po themi, si puna e tij. Edhe duan, thonë, profe, mastervit mirë, dua të marr pjesë në kampionate, të gjitha ato se na ndjekin në rrjetet sociale. Edhe vinë me këtë ide, domethënë, për të bërë fëmijët e tyre kampion. Të tjerët i sjellin pastaj për vendmbrojtje. Të tjerët i sjellin për të marrë me një aktivitet fizik, të tjerët duan të humbasin nga pesha, se janë fëmijë buçko. Edhe humbasin nga pesha? Humbasin, sepse vetvetiu është një sport ritmik, që kështu çoç sigurisht i ndihmon dhe rritja e tyre, rritja
e moshës, si më thuash. Këto. Po, jeni bashkë me bashkëshorten në këtë... Si fillim, unë e kam nisur vetë. Po mi më dakord, Pa. se mos e merr meritën tani, ka dhe jo meritën e vet. Patjetër. Pra. Patjetër që po. Patjetër që po. Po ti pas ke rilindur në momentin kur ka marrë dhurën qeveri, se në fund të 2013-s, ëh. Në fakt, Kështu i bie. ashtu i bie. Por unë nuk jam partijake. Jo, po s'ka lidhje me mëstashun, unë nuk tash partijak. Dhe në fakt unë nuk e besoja që do isha sot këtu, Po, kur shef, shkruajta emailin se thash, ama këtu marrin ata të partive. Ja, shikon sa paragjykues që je. Isha pasaj, Ja, për faktin, ku partish? e po, gen shqiptari kam dhe unë. Unë s'të thash ke rilindur me partinë time, thash ke rilindur... Po. Ke rilindur kuptova. kur kemi ardhur ne në qeveri. Kur erdhe t'ju, po. E hapa unë. Po, edhe ndërkohë tani, po ajo ka ardhur duke u rritur, besoj. Si e ke, tani besoj që ti i vë kufi, se nuk e fut do të gjitha ty apo. Ke kërkesa më shumë se ç'mund të përballosh. Që kur hapa do më thënë, ambientin tim, si mund të thuash, duke qenë se është një sallë më e madhe, i plotson kushtet, dhe me gjitha e kam timen, aty erdhi një bum. Një bum Kur ndodhi kjo? Bum sportistësh, në 2 shtator. Në 2 shtator e bëm atë si inaugurim. Të 2013-s. Jo. Po flasim në viti që kaloi. A shoh që e zhvilluar prapë. Në 2000 Qelloi dhe i koincidencë e bukur, Si dhe janë unë jam i partijak, kënaqur që tha ai, domethënë u përgjigj ai parë, se dhe unë në Amerikë në vitin 2013 kam ikë, dhe kështu që kjo është një Ti ke koincidencë. rilindur në Amerikë. Po ti pse ike apo ti ike se erdhën komunistët në pushtet? Jo, më unë kam ikë që 13 vjeç nga Shqipëria. Tu e qartë këtë pjesën, pra që nuk e hik prej ardhjes tonë në qeveri, ke hik përpara. Unë kam ikë 13 vjeç me Aniel Vlora që në 91-shin. Pra. Edhe nga Italia kam ikë në Amerikë, kam fitur lotarinë amerikane. Po pse se edhe këtu kur erdhëm në qeveri po ikën në Amerikë? Apo the sa më larg komunistave? Tani, domethënë është unë e shikoj që ka disa gjëra që po ndryshojnë në Shqipëri dhe shpresoj që arti i magjisë dhe se kemi edhe një popull pak vështirë për këtë lloj arti, sepse besojnë akoma te këto magjia zezë, këtë gjëra. Unë adhuroj punën time dhe bëj për të kënaqur publikun, për të kënaqur edhe vetë. Edhe po shiko, unë kam qelluar në një eveniment në Amerikë, mos e bëj. Me një numër miq, ishte si eveniment familjar, po themi, kështu edhe unë i ftuar. Dhe tu kishte ftuar një person që bënte këto, po ai disa nga këto gjëra i bënte dhe ai. po, Por një gjë që ishte që ti se di këtë, nuk më hameni se do kisha bërë. Ai mori dhe shtrëmbroi lekun. unë bëj me shkoj çike më Monedën. tepër asaj. E mori monedën, E vendos në dorë dhe e shtërnoi. e mori monedën dhe e ktheu. Dhe një monedë që s'ishte e vetja, e mori tha, kush ka i monedë, bam, e ktheu. Dhe lugën. Po, unë aty shkoj, domethënë monedha është një numër që e kam përdor më herët, domethënë, por kurse ajo me lugën është një hap më lart, sepse luga pastaj përdridhet edhe e merr në dorë e shikon edhe arrin pastaj edhe duke shikuar të kputet. Uri Geller ka nisur këto i pari, është një iluzionist gjerman që filloi me këto Bëj arte marciale sa të dush ti. E përkthyen dot lugën ata të tut. Thyen edhe gjëra më të forta. Jo ta thyen, ta përkthy, ta kthej lugën kështu. Po mirë është metale. Tani unë nuk luga, më nuk kthej luga. Unë nuk premtoj që mund të përthyej monedhën, po mund ta nxjerr një monedhë nga hiçi për shembull, sikur të hapësh dorën. Edhe imagjino sikur ke një monedhë në dorë, ta marrim e ta hedhim në dorë. Ajo është e padukshme dhe është pjesa më e thjeshtë me zhduk, kurse pjesa më e vështirë është që ti
Ta kthesh mbrapsht. Dhe nëse ndjek këtë monedhë, ti do humbësh dytën ose të tretën. 3 monedha nga hiqe, merr të parën e vendos në dorë dhe pastaj zhduk të parën, zhduk dytën, dhe pastaj zhduk edhe të tretën. Jo? Njerëzit i pëlqejnë lekët e mëdha. Do marr këtë edhe do e hedh nga kjo dorë te dora tjetër dhe bëhet një monedhë. Dhe s'ke gjë në dorë? Jo, s'kam gjë. Kam xhep. Dhe kjo është Po kësaj që i bën Dëvani? $1. Shte fusim xhep dhe kemi edhe një tjetër. Edhe kjo është për ju. Po jo sot. Mi tani atë e paku një fillim. Ajo ishte më e thjeshtë. Po kjo nuk e di domethënë. Janë disa gjëra, unë isha i përgatitur domethënë me bën ai numër me letra, gjërat janë pak limituar për arsye të vendosjes apo po për sa i përket mentalizmit, domethënë besoj se bësh ato e mentale apo? Ë? Ka dhe numra të tjerë nëse ti mund të kesh një telefon, nëse ke mundësinë ta kesh një telefon. Telefonin s'ta hapun se. Jo, nuk e prek telefonin tënd, por vetëm për të shkojë në të bëjmë diçka të bukur, por nuk ka rëndësi. Po ti e ke telefonin, ha me telefonin tat. Jo, po duhen 2 telefona për. Duhen 2 telefona? Po. Po ne jepni telefon. Okej, do futesh në Google. How many articles are on Wikipedia? How many articles? Janë në Wikipedia. How many articles are on Wikipedia? Në Wikipedia janë are on Wikipedia. Okej, shtyp search. Edhe do të tregoj një website, aty janë miliona artikuj. Over 66 billion. Okej, ta shikoj pak. Hape këtë, do të tregoj domethënë sa janë. 7 milion 122.410. Okej, nëse ne përdorim makinën llogaritëse, 7 122, po. 410. 410. Po. Okej. Shumëzim, çdo artikull përmban sa fjalë? Ku ta gjejmë këtu? E ka këtu? E thot. Po, approximately 1917 fjalë. 1917. Shumëzim për 1 barës bëhen 13 miliardë gjysmë fjalë në Wikipedia. Tani nëse ti e bën visit Wikipedia, shtyve, do mendosh një fjalë çfarë të duash, edhe vetëm unë nuk do e shikoj, shkruaj fjalën aty dhe bëj search, unë nuk do e shikoj. Një fjalë çfarë të duash ti, shkruaj, mund të jetë çfarëdo lloj fjale. Vetëm shkruaj dhe bëj search. E shkruaj? Bëj search edhe ajo fjalë ka shanse që të jetë në Wikipedia. 13 bilion fjalë, domethënë, fjala jote mund të jetë aty. Po, doli. Tani ti ke të një kjo fjalë ti e shkruajte, po tani faqja që dha ajo ka mira fjalë apo jo? Po, ka. Nëse e scroll, ke mundësi ta memorizosh një nga ato fjalë, po të jetë fjalë gjatë, domethënë që ti rakon më vështirë. Aty te faqja, je një faqe po një fjalë tjetër. Po, domethënë mendoje një fjalë tjetër te faqja, po të jetë gjatë, e kupton, të jetë të paktën 90, 11, 12 gërma që të jetë fjala më e vështirë, që të jetë akoma më e vështirë për mua. Mund të jetë edhe në gjuhë huaj, nuk ka problem. Mund të jetë edhe anglisht. Ja do shohim. Një fjalë gjatë me 10, 12 gërma që po ja e gjeta, po çfarë bëj kësaj? E mban mend? Po. Të dyja fjalët, edhe atë që shkruajtë edhe atë që zgjodhe. Ajo fjalë që zgjodhe e dyta është anglisht? Po. Okej. Mbyllë telefonin dhe le aty, unë nuk do e prek telefonin. Po. Jemi dakord që ti ke shkruar një fjalë dhe ke menduar një fjalë. Fjalën e parë e shkruaj, unë se kam prek telefonin, ti e shkruajtë edhe fjalën e dytë, ti vetëm e mendove, nuk ka shanse me mira fjalë, ty s'ka shanse për mua. Jo mendove, shënova. Okej, dakord. Mendo pak vetëm gërmën e fjalës dytë, gërmën e parë. Mendoj në gërm shtypi. Është një gërm me drejtë apo me kthesa? Me kthesë. Si rëja për shembull? Rëja. Tani ti më thesh parë nëse mund të përdor edhe një nga këto fletët apo jo? Po. Okej. Nëse më jep mundsinë, unë duhet mendosh pak fjalën e parë tani, vetëm mendo fjalën e parë dhe thuaj vetëm mend. Jo, mos e shiko, fjalën që ke shkruar, e mban mend? Po, precisament. Edhe fjalën e dytë e mban mend. Po. Okej. Fjala e parë që ti shkruajte, unë dua që ti ta mendosh
Edhe ti ktheve Reston Beck, besoj këtij personi. Sa I shkruajti emrin tënd, ti nuk shkruajte emrin e tij. No. Po ti shkruajte preardhjen e tij, se ti shkruajte. Çfarë shkruajte? Çfarë ishte fjala e parë thuaje? Mos unë nuk e shikoj. Vetëm thuaje. Korçar. Tani fjala e dytë nuk ka shanse që unë ta di, sepse ti vetëm e mendove të gjitha ato faqe, të ke faqja ti mund zgjidhe çfarë fjalë doja. E supozojmë se ti do shkoje do fusje me një dyqan dhe do bleje një palë këpucë. Edhe do të thonë, mirë dita, si jeni, si mund t'ju ndihmoj. Ti thu, jo, thjesht kam ardhur për të parë, duhet marr një palë këpucë dhe ta thonë si e gjete, do më thonë si e gjete dyqanin tonë, edhe ti thu një shoku im, një sekondë. Ai. Çfarë ishte fjala e dytë, zoti kryeminist? Recommended. Oh. Kjo nga herë nuk funksionon. Por sot funksionon. Kjo është mentale tani. Po normalisht. S'ke çfarë hilesh bosh. Po unë s'ka shanse se di se ç'a do shkruaj. Korçar dhe recommended këtu. Apo. Nuk di ç'a të them. Unë shpresoj mos mërzitet se ke është dhe i stërvitur kurse ne jemi se për shaka. Jo, pse do mërzitet. No, shaka. Tani un kam pyetjen time të ja bëj përgjithsisht gjithëve. Po. Okej. Sa vjeç je ti? Unë jam 48. Sa i ri është. 48. Ke ti inshallah paç edhe 100 tjera, po edhe një 40 tjera I ke. Po çfarë do bësh tash pastaj? Çfarë ka next kjo? Apo do rrosorollatesh 40 vjet me këtë letër? No. Si, Unë jam ku shkon kjo next? Unë jam gjithmonë updated Po pra, me numrat e mia. Çfarë ëndre shef ti tani? Ëndra është që unë të kem një show si duhet me djalin bashk. Edhe kur vi momenti ti jetë vetëm ai, sepse Jo, dakor, të kesh një show si duhet, po show si duhet mund ta bësh edhe tani ti. Po e bëjmë, po ti jetë bashk sepse ne jemi duke ndërtuar bashk. Kemi një tur në Florida tani nga data 29 deri në datë 10 në teatro të ndryshme në qytete të ndryshme të Floridës. Edhe ëndra është Las Vegasi edhe pse jo edhe në Shqipëri, domethënë, do ishte shumë kënaqësi e madhe që të performonim bashkë me djalin edhe. Dakor, po kur thash ëndra, okay, ky është vendi ku do ta shfaqësh ëndrën, po ku shkon kjo? Më tutje. Mentalizmi edhe iluzionizmi ku shkon? Për mua është thjesht unë kam përdorur disa këtu I thon big illusions, domethënë që e fut njeriu në zhduke dhe njëra tjetra, por Las Vegasi do ishte perfekt, domethënë për të realizuar këto iluzione më të mëdha që të zhdukesh një makinë ose ta bësh ti jetë bosh edhe të dalë makina, këto janë ëndra domethënë që Domethënë I ke në I kam projeksionin në e të ardhmës. Po. Dorian, po ti çfarë ëndre ke, por ku do ta çosh këtë punë? Apo e ke arritur maksimumin e tani thjesht do bësh administrimin e maksimumit? Tani unë do ta çoj më tej sepse prefektura e Korçës, si të thuash, vetëm një ekip është. Në sportin, po themi marcial taekwondo. Dhe dua që ta hap, bile s'kam përgatitur, 3 sportistë e mi, të cilët kanë moshën 16 dhe 17 vjeçar, të cilët dua t'i granoj domethënë në rrethet e qytetit tonë, domethënë siç është Bilishti, Maliqi, Rethina. Maliqin mos na quaj Rrethin, se Maliqin e kemi bashki, Bilishtin e kemi bashki, Devollin do më na quaj këto. Po, normal. Mos I trajto kështu si prefektura e Korçës. Qarku. Kjo është ajo si po Gradeci ka një shans të ketë një Vërta? Po Gradeci ka një shans apo po Gradecin e keni kështu si të Po Gradeci në fakt është një kolegu im, të cilin e njoh, por ai bën një disiplinë tjetër, kung fu. Kung fu. Do nuk ka taekwondo. Se kung fuja ka teknika të ndryshme, por vjen nga populli Kinës, po themi. Kurse taekwondoja është themeluar
55 në Kore, si më them, nga një korean. Karate pastaj vjen nga Japonia, siç e dim. Kështu nuk ka ndonjë lidhje. Ti nuk I bën këto karaten Në fakt në Janin kam bërë për një kohë kung fu, disiplina Chonok Pai quhet, por e shikoj aty që nuk ishte dy luftime. Dy luftime reale, po themi, kishte vetëm forma, spektakël. Dhe unë desha diçka më të fortë dhe futa në taekwondo. Aty pastaj vazhdova dhe nuk hoqa dorë. Pastaj kur erdha në Shqipëri, hapa ekipin në 2014. Po taekwondoja ka dhe federatë, Po, por nuk është olimpike. Kjo taekwondoja që bëjmë ne se janë e kemi federatën, por nuk ka marrë atë vëmendjen e dur, siç nuk kanë marrë gjitha sportet jo olimpike. Me sa di unë, domethënë. Po konkretisht flas për pse janë dy lloje, pse unë taekwondo në olimpiadë kam parë apo jo? Po, por ai është quhet taekwondo world ose taekwondoja olimpike, po themi. Është Tjetër. Ne kemi këtë origjinalen. Bion, tamam. Kështu nuk kemi në lojrat olimpike sepse ne përdorim dhe grushtat. Okej, nga duart e grushtat, kjo ishte tryeza e sotme me dy tipa të jashtëzakonshëm, po I quaj unë në secili në llojin e vet. Pasion, ëndra edhe shumë punë. Se vërtet këtu duhen pak sekonda për t'i mqef letrat, por për të arritur t'i mqefsh për pak sekonda, kush e di se sa punë e jashtëzakonshme dhe këmbgul se duhet. Shumë faleminderit.